Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është shprehur kundër shënimit të 100 vjetorit të flamurit shqiptar. Për partinë e Crvenkovskit është e papranueshme që një përvjetor i tillë të përfshihet në programin për shënimin e përvjetorëve të ngjarjeve të rëndësishme dhe personaliteteve të njohur për vitin 2012 dhe të financohet me para nga buxheti i shtetit. Kjo u kundërshtua ashpër nga partitë politike shqiptare, sipas të cilave shënimi i 100 vjetorit të flamurit shqiptar paraqet edhe simbol për bashkëjetesë. Unë nuk kam për qëllim as si kryetare, as si përfaqësues i LSDM-s, as deputetët e tjerë të LSDM-s të votojnë kundër këtij propozim programi. Megjithatë, kemi të drejtë legjitime të themi se nuk pajtohemi që në një atmosferë të tillë, në standarde të dyfishta që imponon VMRO DPMNE-ja, nuk pajtohemi që të vihet 100 vjetori i flamurit shqiptar në propozim programin për shënimin e përvjetorëve të rëndësishme dhe personaliteteve të ndryshme. Mendojmë se kjo është në drejtim të qetësimit të tensioneve dhe përmirësimit të marrëdhënieve ndërretnike. Mendojmë se nuk janë vetëm shqiptarët të prekur nga tensionet ndërretnike, nga ato incidente janë të prekur edhe maqedonasit dhe bashkësitë e tjera etnike në Republikën e Maqedonisë. Se unë besoj, nëse ne me vërtet duam të ndërtojmë një shtet fuqishëm multietnik, do duhet që të respektojmë kulturën, trashëgiminë kulturore dhe politike të njëri tjetrit. Faktikisht ju sot e thatë një shumë të hapur, që ju nuk pranoni kulturën dhe trashëgiminë kulturore shqiptare. Ju shkuat deri aty sa shkelet edhe kushtetutën e vendit. Pra, thatë që 100 vjetor i flamurit shqiptar, i simbolit tonë kombëtar, nuk duhet festohet. Ndërkohë, deputeti i RDK-s Izet Xheqiri kritikoi koalicionin qeveritar për politikë dualiste. Sipas tij, duhet të ndërtohet shtet multietnik ku të respektohen të gjitha vlerat e të gjithë popujve që jetojnë në Maqedoni, e jo bartësit zyrtar të pushtetit të zhvillojnë politikë dualiste. Unë mendoj se askush në Maqedoni nuk duhet ketë lajtitje lidhur me shënimin e 100 vjetorit të flamurit shqiptar, sepse ky flamur shqiptar është simbol i popullsisë shqiptare që jeton në Republikën e Maqedonisë, është simbol që është kalitur edhe me ligj, ku në 16 komuna ku popullsia shqiptare është mbi 50%, flamuri kombëtar, domethënë shqiptar është flamur zyrtar shtetëror. Programi në fjalë ngërthen në vete një numër të madh manifestimesh, ndërto edhe 20 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë, 100 vjetori i emërimit të Mehmet Pash Derallës për ministër të parë të mbrojtjes, 100 vjetori i hapjes së shkollës së parë shqipe në komunën e Tearcës, 5 vjetori i vdekjes së këngëtarit Toshe Proeski e shumë të tjera.